Një e vërtet e fshehur për dekada, fëmijët e marrë nga familjet në Spanjën e Frankos. Diktatura nuk mjaftohet kur me kontrollin e së tashmes, ambicia e saj reale është e ardhmja. Në Spanjën e generalit Francisco Franco, kjo e ardhme u ndërtua mbi një krim të heshtur dhe afatgjat, marrjen sistematike të fëmijëve nga familjet ideologjikisht të gabuara dhe riedukimin e tyre në shërbim të regjimit. Ky nuk ishte një episod i izoluar, por një praktik që nisi pas luftës civile spanjolle, 1936 dhe 1939, dhe në forma të ndryshme vazhdoi për dekada. Origjina ideologjike e krimit. Pas fitores së frankistëve, regjimi e konsideroi republikanizmin, të majtën dhe liberalizmin si sëmundje morale që mund të trashëgohej. Në këtë logjik, fëmijët e të mundurve u panë si material për t'u shpëtuar nga ndikimi i prindërve të tyre. Një rol kyç në këtë ideologji pati psikiatri frankist Antonio Vallejo Nayera, i cili pretendonte se bindjet politike kishin bazë biologjike dhe se fëmijët e republikanëve duhej të shkëputeshin nga familjet për të mos degeneruar shoqërinë. Si u morën fëmijët? Fillimisht, fëmijët u morën nga nëna republikane të burgosura, familje të etiketuara si armiq të regjimit, gra të varfra, beqare ose politikisht të pambrojtura. Shumë nëna u informuan se fëmijët e tyre kishin vdekur, ndërsa në realitet ata jipeshin për adoptim. Dokumentet falsifikoheshin, emrat ndryshoheshin, identiteti fshihej. Me kalimin e viteve, sistemi u shndrua edhe në rrjet abuzimi dhe trafik fëmijësh, ku përfshiheshin mjek, institucione shtetërore dhe urdhra fetar. Roli i kishës. Kisha katolike nuk ishte thjesht pranë këtij sistemi, ajo ishte pjesë e tij. Shumë maternitete, jetimore dhe institucione ku ndodhnin këto adoptime kontrolloheshin nga urdhra fetar. Me autoritet moral dhe besim publik, kisha ndërmjetësonte adoptimet, mbulonte falsifikimin e dokumenteve dhe justifikonte ndarjen e fëmijëve si akt shpëtimi moral. Në emër të fesë dhe rendit u shkele drejta më themelore, lidhja mes prindit dhe fëmijës. Nga ideologji në industri. Pas viteve 1950, edhe pse aspekti ideologjik u zbe, praktika vazhdoi, tashmë jo vetëm për arsye politike, por edhe për përfitim financiar. Familje të pasura dhe besnike të regjimit merrnin fëmijë, ndërsa nënat biologjike mbeteshin në errësirë. Vlerësimet flasin për dhjetra mijëra raste. Disa burime përmendin deri në 300.000 fëmijë të prekur nga ky sistem gjatë dekadave. Plag e hapur edhe sot. Pas vdekjes së Frankos në vitin 1975, Spanja zgjodhi një pakt harese për të kaluar tranzicionin demokratik pa përballje të drejtë-për-drejtë me krimet e së shkuarës. Kjo bëri që çështja e fëmijëve të vjedhur të mbetej pa drejtësi. Edhe sot, shumë dosje janë të mbyllura, përgjegjësit nuk janë ndëshkuar, viktimat kërkojnë origjinën e tyre përmes ADN-s. Shumë prej këtyre fëmijëve janë sot të rritur apo të moshuar, ende në kërkim të emrit të vërtet, nënës biologjike, historisë e humbur. Kur e vërteta varroset, trauma mbijeton. Regjimi i Frankos u përpoq të riformatonte shoqërinë duke ndërhyrë tek më e shenjta, familja, por asnjë diktaturë nuk arrin të fshijë plotësisht kujtesën. Gjakut nuk i ndryshohet historia me dokumenta falso, kujtesa nuk shlyhet me heshtje institucionale. Historia e fëmijëve të vjedhur në Spanjë është dëshmi se krimet më afatgjata janë ato që prekin brezat dhe se drejtësia e vonuar mbetet gjithmonë pa drejtësi.